çka reprezenton për ty Unikatile në hip-hop kulturë dhe çka reprezenton Ghetto Gjizi? Janë dy repera komplet të kundërt, domethënë, po çka më lidh mu me dytë se unë i kumbo dy zhanret. Gjatë gjithë karrierës tam i kumbo pak a shumë kësaj pjesës poetike, real life, të rrugës që e bën shumë Unikatili, po unë e kumbo dhe sane për klub. Edhe jam konë në industri prej fillimit, pak ma vonë ka orë dhe Geti në industri, shumë pak ma vonë. Sot s'mujna me thonë që Geti është shumë ma i risone, se jenë bo 30 vjetë karrierë. Po do me thonë pak ma vonë ka orë. Getin e kumë posë edhe shok, shumë shok, do me thonë, na po edhe në Prishtinë, këna najtë ma shpeshe kështu, na kanë lidhë sanet bashkë për me bo muzikë. Unë e kam Getin Musafer në 2 albumet mijet, 2 super kongë të parën e këna posë 2001-ën, me Hijen e jetës edhe Getin, edhe e dyta që është Prishtina Lijam, që është një për kongëve ikonike që me thonë edhe sët, halo në gotë e vërtet. E pse që ka shumë pauzë prej bashkëpunimit fundit me Getin, shambull? A është diçka që veç si jënë po thëmë që si ju kanë lidhë rrugët edhe jeni konë frekuenca tjera, thjesht nuk jënë përshtot konceptet nashta dhe albumet me konë ajo se... Jo, qëre, prej kohës në 2005-ën, do me thonë që e këna bo kohën Prishtina Li, u konë edhe një periudhë që njerëzit nuk e dinë që Geti e ka bo një album edhe më kaftu Musafer mu, edhe aksidentalisht nuk kena mujtë më morë vesh që shme konë në pjesë albumit edhe s'kom shku në album, edhe prej aty sa i përket pjesës muzikore nuk është që e kom gjetë vetën në që ato që ka kriju Geti, po këpten. Që kena posë në farë konflikti, po prej aty që ka full Geti, që ka kriju Geti, nuk e kom gjetë vetën si pjesë qasoj, edhe përse së është që ka kom posë muftesa për aty është në që me bashkëpunu, po s'na ka lidhë me bashkëpunu. E pse atu ka dok shumë komercial, atu ka dok diçka si kundër rrymë në raport me rrymën tone, është ma shumë nashta prej qati momenti që... Kena posë do eksperiencat vogla që do me thonë na i na konë shok, këna shti njën tjetër në shpe, i na konë shok të mirë dhe kanë ndodhë do gjanat vogla gjatë udhëtimit që mos nuk më ka të rjek me ditë qa shka bën Geti muzikalisht. Ja kom do shtë mirën të keqën kur, po mos që më marrë me pjesën e karierës tina dhe njerëzve që kam bashkëpunu. Unë i kom qëto... që i bjen literalisht as me ngu se kom ngu mo. Që me ditë saksisht qa po bën, ana i sen, ka mujtë më mdollë që së një ke x, a i normal që ka pos hite. Në rrjetë sociale, diçka, po me hi me thonë të ngaj, mos është që e kom ngu me vëmendje. Unikatilit ja kom ngu kongë, që e gjoj edhe vetën në kongë të tjilë.